këta miq kanë kaluar në akte nga më të pandodhshmet në Europë, përveç se në diktaturat e dikurshme të Afrikës. Ju më keni dëgjuar mua. Sa herë kam laku emrin e Ergjys Agasit. Çfarë del tani? Ai ishte zëvendës kryeministër në hije. Ishte kryeministër në hije. Pse? Sepse atë përdorte Edi Rama për shumicën e krimeve të tij. Akshi, ajo, i Albania, futet këshilltari, koordinatori i bandave, me 15 vjetor, me 1.000 euro regjistron biznesin EA Solution, me 15 vjetor, në arkën e ti, në konton e ti, 232 milion euro, pa asnjë shpenzim përveç rrogave të dy vende në sipërmarrje. 232 milion euro, pa importue asnjë majë lapsi, pa shpenzue as dhe një flet format, vetëm duke paguar dy vende në sipërmarrje dhe parat tuaja nga kopshti privati i Edi Ramës në kontot e tij. Dhe kjo është vetëm njëra anë, rëmbime, pegmarrje, zhdukje njerëzish, që të gjitha. Ju konfiskua vera e Edi Ramës, është Edi Ramës ajo. E mori, mirë e bukur, nga shtëpia ku konfiskua, nga magazina, nga qilari, ku konfiskua, e qojnë, është i filmuar, janë filmuar makinat që shkojnë drejt Lundës sipër. Pra, a ka provokim më të madh ndaj nesh se ky? Jo, nuk ka. Ky është një provokim i jashtëzakonshëm. Dhe ne, tani, jemi në këmbë, jemi më të vendosur se kur, thash dhe njerë, kur na kanë provokuar në shkallën më ekstreme, kemi ditë të tregojmë në mënyrën më të vendosur vendin, të gjithë atyre. Ndaj dhe ju garantoj se Edi Rama i ka ditë e numëruara, kohrat e numëruara.